Edhe pse shpesh përspëritej fjalia Roku ka vdekur në Kosovë, ky vit e vërtetoi të kundërtën, natyrisht do të na bëjë të njëjtën gjë dhe stafi nominues që do të jetë këtu tani në ekranet tona, natyrisht ftojmë një mysafire speciale për të ndarë çmimet në kategorinë e rokut. Vjen nga Shkupi, Mojca Sedeu, është profesoreshe e perkusioneve në Fakultetin e Muzikës në Shkup dhe shefe e timpanave në Filharmoninë e Maqedonisë. Mirëmbrëma dhe mirëseva. Mirëmbrëma. Flisni shqip? Nuk po ju vëmë në siklet më shumë, do ta bëni vetëm ndarjen e çmimeve, është kënaqësi t'ju kemi në skenën e Zhurma Show Awards 2009 për të ndarë çmimet në kategorinë e rokut. Atëherë po i ndjekim të nominuarit, apo jo? Faleminderit. Mirë, shkenda, ndjekim të nominuarit në këngën më të mirë rock. Pra, Troja, Amaneti i Klaunit, Hana Cakuli, Simbol, dhe Naser Berisha kur mbetesh vet. Dhe fitues është me falë për shqipën time. Sa e bukur. Troja. Jakuvin Agroni dhe Landi nga grupi Troje i mirëpresim në skenë për të marrë edhe çmimin për këngën më të mirë rock në Zhurma Show Awards 2009.